my French. Hello, shëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My French. Ju dëgjuat siglën dhe Arbri tha jemi treshja. Por sot në fakt vendosi të na linte vetëm mua dhe Lej në këtë pjesë të parë të programit, sepse vendosëm që në këtë puntatë të sotme shumë speciale për ne të jemi goca, të bukura, të suksesshme. Kam të drejtë kur them kështu? Ta arritur. Mirë se vini në Top Albania Radio. Tre zonja të nderuara janë Klodiana Toptani, Nora Malaj dhe Nereida Bicaku që vinë nga Global Women Diaspora. Mirë se vini në Top Albania Radio. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Si ndini këtu në këtë radio, me gocat së bashku? Në fakt, Albanit i duhet themi që ai do ishte Beati Traledone. Po, si pati më këtë, nuk e pati më këtë fat dhe ne ndjehemi si në shtëpinë tonë. Po do t'ju bëjmë dhe ju të ndjeheni zonjat e shtëpisë. Në gjithçka që do trajtojmë. Sa të mira. Kur bëra prezantimin fillimisht, është zonja të bukura, të suksesshme dhe jo më kot jemi sot këtu. Pas 10 vitesh eksperiencë shumë e mirë me gra të cilat bëhen bashkë për një qëllim shumë të mirë. Sot do të flasim për një konkluzion i cili përmbush të gjitha qëllimet e Global Women. Nereida do të na flas pak më tepër në lidhje me këtë, duke qenë se është edhe drejtoresha e Global Women Diaspora, Global Women Foundation dhe je shumë e angazhuar, sidomos tek ajo që mezi po presim që do të ndodhë në datën 25 dhe 26 prill në Tiranë. Summitin. Në thuj pak për këtë summit. Kemi një summit shumë të rëndësishëm në fakt dhe Nereida do ndaj me ne të gjitha ato që duhet të dim, por fillimisht e nisim nga Global Women, pse po ndodh tani ky summit dhe ndoshta që nga gjeneza, sepse unë e preka pak që thash u bën 10 vite tashmë, por ka edhe një qëllim të caktuar. Shiko, summiti vjen nga bindja se kur ne fuqizojmë gruan, kemi fuqizuar gjithë shoqërinë, si hapi i parë. Pastaj patjetër i referohemi dhe 10 viteve të Global Women, 10 vite sistematike dhe të suksesshme, duke përmendur që ka 30 klabe në të gjithë botën, pra ndërkombëtare, dhe duke përmendur që ka të gjithashtu mbi 30.000 anëtar të anëtarësuar që janë pjesë e kësaj platforme. Të gjitha gra të cilat janë frymëzuar dhe janë bërë pjesë e këtij rrjeti të suksesshëm, duke dhe përfituar gjithashtu nga ky rrjet i Global Women. Në Shqipëri ka qenë Global Women Club Albania. Po. Tashmë jemi ndërkombëtar. U bë diaspora me qëllimin e vetëm që të bëjmë bashkë të gjitha gratë shqiptare nga të gjitha trevat shqiptolsa, për t'i dhënë në gjuhën shqipe asaj që ato duan të transmetojnë, të sjellin sfida, sukseset e tyre, arritjet për të ruajtur kulturën dhe traditat e vendit tonë, dhe për të transmetuar ato në çdo vend të botës, sepse kjo ndërlidhja që mundson Global Women Club i mundëson gratë që të lidhen dhe të ndërveprojnë me njëra tjetrën, të rrjetëzohen dhe të mësojnë dhe të përqafojnë dhe kulturat e njëra tjetrës. Çfarë dallon nga vendet e summit nga çdo event tjetër për gratë shqiptare? Jam kurioze. Summiti në Tiranë, summiti Global Women Club është i pari për nga lloji i tij. Duke marrë parasysh që do të bëj bashkë trevat shqiptolse, pra diasporën, Shqipërinë, Kosovën, emra të njohur të grave, por dhe burrave gjithashtu, të cilët kanë shprehur dëshirën që të jenë pjesë e këtij summiti, si frymëzues dhe fuqizues të gruas, gjithashtu. Edhe një suport shumë i madh, Më në fund do t'rregojmë që gratë bëhen bashkë, se gjithmonë kanë akuzuar dhe kanë thënë që gratë nuk bëhen bashkë, por dhe kanë xhelozi zysha me njëra tjetrën, por jo, nuk është ky rasti. Xhelozia është pjesë e qenies njerëzore në natyrën e tij, kur njeriu do të bëj karrierë, karriera shoqërohet edhe me atë që quhet forca e fjalës, forca e idesë, forca e mendimit, forca e produktit që nxjerr edhe dëshira për t'u bërë bashkë më pas për treguar gjithë eksperjencat. Ajo që unë doja të veçoja është pikërisht bëhet për herë të parë, bëhet në 10 vjetorin e Global Women, i cili u ideua dhe u krijuar nga një shqiptare shumë e nderuar që është Mirela Sula, e cila mori iniciativën, shkoi në botën perëndimore dhe kuptoi që forca e grave shkon përtej forcës së identitetit të saj dhe personalitetit, kur arrin të realizojë dhe të mbledhi burra dhe gra nga gjithë bota. Më pas u kuptua dhe u tha që gruaja flet me vepra, po flet dhe me gjuhën e fjalës. Dhe u mendua pikërisht nga Nereida dhe Linda që të krijohej ky lloj
partneriteti, bashkimi i grave shqiptare, shqipfolse në të gjithë diasporën. Prandaj u quajt Global Women Diaspora. Për treguar që gratë janë vizionare në biznes, në nevojën që kemi për meditim, në nevojën që kemi për socializim, në nevojën që kemi për të shtrirë së bashku të gjitha ato që quhet rrjetet e komunikimit, për të dhënë dhe për të marrë për te produktit, por edhe iden, por ndërkohë nga ana tjetër ky summit del i veçantë sepse nuk ka vetëm gra, po gra dhe burra, që do thot, dikur klubet ishin të burrave. Sot janë klube të cilat marrin, siç kemi businessmen, ashtu kemi edhe klubet e grave që janë businesswoman, që do të thot gruaja ka ndryshuar stereotipin e saj dhe tashmë futet fuqishëm në botën e biznesit. Shpesh herë thuhet që mendje gruaje, dhe mendje gruas do të thotë që ajo të krijoj, të ideoj, të ngacmoj, dhe pikërisht në summitin e 2 ditëve ne do shohim ide brillante, që janë jo vetëm nga Shqipëria, por janë dhe nga diaspora, mendjet e njerëzve të cilët realisht do të na mprehin mendjen dhe do të na lëmojnë shpirtin. Po mund të japin dhe ndonjë shkëndi. Absolutisht do na japin shkëndi zhvillimi dhe besoj që Klodin për shembull e kemi një nga gratë më të suksesshme në Shqipëri, një nga zonjat që arriti të çaj shumë gjëra dhe që sot është një nga sfidantet për të treguar përtej asaj çfarë paraqet në identitetin e saj, ashtu si dhe në Rajda janë vinë të dyja gra nga bota e biznesit, se unë si përkas botës së biznesit, i përkas botës së ngritjes shpirtërore dhe prandaj alternohen bashkë për të kuptuar, dhe kërshetohen shumë mirë. Kërshetohen mirë për të kuptuar se cila nga ne bën atë që ditë bëjmë më mirë dhe ne jemi puzzle i bukur i botës që ka nevojë që ardhmja të jetë ndritur. Te Klodi do ndalesha pak duke qenë se është edhe ish presidente, të gjitha sakrificat e tua sa i përket sipërmarrjes edhe biznesit, por edhe përvojën tënde me Global Women, do doja që ta ndaje pak me ne, sidomos pjesën e fillimit. Domethënë edhe duke qenë se kanë kaluar disa vite tashmë ti e sheh edhe këtë zhvillimin. Duke qenë se po vim edhe në një summit, do të thotë që hapa shumë të rëndësishëm janë bërë. Në fakt do ta nisja fillimisht në 10 vjetorin e Global Women dhe sot Global Women Diaspora. Pse? E parë dhe nga këndvështrimi një biznesi, 10 vite do të thotë shumë. Pra do të thotë që ti e ke kaluar stadin e sitës, pra je i suksesshëm. Dhe për mua, ky klub është shumë i suksesshëm. Unë si natyrë jam natyrë që përzgjedh, pra nuk shkoj në çdo vend. Përzgjedh sepse vetë figura ime ka qenë një figurë, domethënë e rritur me shumë kujdes. Më është dashur ta bëj këtë, sepse dhe vetë ambienti këtu nuk është aq i thjeshtë. Për të ardhur aty ku jam nuk ka qenë aq e thjeshtë. Sidomos sa i përket grave në biznes apo jo? Patjetër. Jo vetëm në biznes, po për të ardhur në biznes ju të duhet të hapësh shumë dyer, që ka raste mund të jenë dhe jo të mbyllura, po në ato hermetike. Dhe ti përzgjedh ose ti bish me kokë, ose ta hapësh, ose të ndryshosh rrugë. Këtë që kam bërë unë, kam përzgjedhur ushqitën ose rrugën më të mirë. Dua të ndaloj pak ke Global Women Diaspora, sepse mendoj që vlen për t'u theksuar. Është një gjë e rrallë, është një gjë që na përket gjithëve ne, patjetër e ideuar nga Mirela Sula dhe me një mbështetje që për mua është një grua e rrallë, Linda, që unë kam i keq zemre. Dua ta them gjithmonë këtë, sepse të gjithë ne duhet të themi dhe duhet të jemi mirënjohës për ato njerëz që na ngjet momentet caktuara, në hapa tona. Dhe kjo është një gjë fantastike sepse ne do ndajmë me njëri tjetrin jo vetëm opinione, po do ndajmë standarde, do ndajmë vlera, do ndajmë jetët tona. Të gjithë ne kemi pasur rrugtimin ton, i cili nuk ka qenë asnjëri, jo vetëm unë, po të gjithë me ulët dhe ngritjet. Jeta është kurb, nuk i ka ardhur asnjëri drejt. Dhe ato kurbat janë të mira që ne ti dim, ti kalojmë ke fëmijët tan që mos bëjnë gabimet tona, dhe e njëjta gjë siç thamë më përpara shkëndia, neve mund të jemi ndoshta shkëndi për dikë në atë moment. Për dikë që ndoshta nuk e ka menduar ndonjëherë që e ardhmja e tij mund të jetë apo e saj. Shiko, ka numër do të jetë mund të jetë dhe më e ndritur. Ka numër modelet, prandaj shoqëria është në kaos. Dhe unë mendoj që ne duke kthyer modelet, duke kthyer vlerat, patjetër që do rrisim fëmijë të mirë. Dhe duke rrit fëmijë të mirë, do rritim një komunitet të mirë.
që do jetë i duhur i për të ardhmen. Biseda është shumë interesante, ne do ta vazhdojmë më njëherë pas publicitetit, sepse kemi ende për të diskutuar për këtë eveniment shumë të rëndësishëm që do të ndodhë në Tiranë në 25 dhe në 26 prill. Vjojmë bisedën tonë, jemi me gra të suksesshme, të bukura, të cilat janë bërë bashkë dhe kanë 10 vite tashmë që janë bashkë për të fuqizuar rolin e gruas. Megjithatë është një pyetje zyshnora e cila në fakt ngre disa dilema, po duhet i qartësojmë, duhet i qartësojmë ato. Çfarë dallon Global Women Club Diaspora nga nismet e tjera për fuqizimin e gruas, duhet të di? Ka 3 elementë ta quaj unë që e dallon. E para është një nimsm që bëhet nga zonja dhe zonjusha shqiptare dhe që kanë kontribuar dhe treguan që ky model ishte shumë i suksesshëm në botë. Pra, krijuan për herë të parë klubin e grave, që do të thotë klubi i antareve, të cilat mbasi bëjnë një kuotim të tyre, janë në gjendje që në të gjithë botën të krijojnë rrjetin e tyre për të marrë ide, për të dhënë ide dhe për të realizuar pritshmëritë, të cilat në summit do të shfaqen dhe do të kenë mundësinë që secili nga ata që ka dëshirë të niset në botën e biznesit, ka dëshirë të realizojë diçka, ka dëshirë të gjej tregje të reja, ose mjafton të ketë edhe një ide. Mjafton të ketë edhe një ide, mund të gjendet ajo që shpeshherë thuhet, nga ëndra në realitet një hap i ndan, po shumë e rëndësishme me kë e hapin dhe se si mundet mentorët të ndihmojnë që ti të jesh në gjendje të zhvillohesh. E dyta është summit që bëhet për herë të parë jo nga shteti, ne kemi dëgjuar shumë summite, kurse ky është summit që përbëhet nga këto zonjat e mrekullueshme që shihni këtu dhe nga ajo që unë do ta quaja njeriu mbështetës dhe kryesor që është Linda Prendi. E nënvizoj sepse Lindën e kam pas studenten time të psikologjisë. Dhe që në krye të herës, kur shpesh herë më pyeste, ishte një mama me 2 vajza, që e bëri fakultetin në kushte shumë të vështira dhe që qaus shumë fort, dhe sot është një nga sfidantet dhe është një nga figurat në media e cila ka dalë në revistën Forbes dhe është përzgjedhur si figura më e rëndësishme shqiptare, ashtu se dhe Mirela Sula për herë të parë një shqiptare që fiton vendin e parë në LinkedIn, që do të thotë në një nga platformat më të rëndësishme, tregon që krenaria jonë duhet të jetë të lidhjeve, tregon që krenaria jonë e këtyre njerëzve të cilët tashmë mbartin gjithë vlerën e tyre duhet të jetë pjesë e gjithë shqiptarisë dhe jo vetëm shqiptarisë, po gjithë të rinjve dhe të rejave. Dhe unë mendoj që teksa shikoja Lindën me energjinë e saj dhe me dëshirën që më thirri dhe më tha Zysha, siç flet ajo Zysha. Më uli këtu përballë dhe më tha unë do ta bëj. E kam ndar bashkë mendjen me Nerajdën që ne do ta bëjmë. Duam të na bashkohesh ti. Klodin e kemi me vete dhe kështu bën shumë e shumë zonja dhe zonjusha dhe e treta që unë do ta quaja emërusin e përbashkët, të gjitha gratë që do vinë aty nuk kanë luftë brenda tyre, po kanë empati për njëra tjetrën, sepse këto përbëjnë puzzle-in e bukur të fuqizimit të gruas jo në teori por realisht, pra që do të thotë, nëse ti ndërton një gjë vet, ti bëhesh një oponente shumë e mirë e qeverisë për të bërë zhvillime më të mira, ti ke mundësi të promovosh të gjithë të rinjtë dhe të rejat që të bëhen pjesë e ideve të tyre brillante për të krijuar rrafet e tyre të komunikimit dhe ti botën e madhe e sjell ke kjo bota jonë e bukur shqiptare për të kuptuar që nëse themi do jemi pjesë integrale e familjes europiane, me këtë summit ne bëhemi pjesë integrale e familjes botërore, që do të thotë në 36 vende po atë ditë flasin për summitin shqiptar. E kuptoni çfarë bëjnë gratë, me pak gjë mund të realizojnë një produkt që është i jashtëzakonshëm. Që është përtej kufive dhe përtej kufive dhe ka zër shumë të fuqishëm. Ida, Nerajdë si thrasim Ida shkurt, njerëzit e saj të dashur, më lejon nëse mund ta bëj dhe unë këtë. Do doja të dija në fakt se cili është vizioni afatgjati i Global Women Diaspora, edhe si lidhet ky summit. Pra, kjo le të themi është nisja dhe pastaj do të kemi një zhvillim apo jo? Shikone, Global Women Club, le të ta fillojmë që të pak në kur kam ardhur që jam bërë pjesë e klubit, që kam rreth 1 vit e gjysmë, unë kam filluar me Prishtinën si fillim, si drejtore e Prishtinës. Me thënë të drejtën është sfidë shumë e madhe, sepse nuk është se kisha ndonjë lidhje me Kosovën dhe me Prishtinën. Dhe realisht pra nuk isha e njohur me terrenin atje. Por si ato gratë të cilat i ndërmarrin sfidat dhe nuk kthehen pas dhe nuk thonë jo,
realizuar eventin e parë në maj të 2024-s me presidenten e Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, të cilën e falenderojmë për pjesëmarrjen në atë event, ku bëri bashkë të gjitha gratë e fuqishme të Kosovës, por duke mos dashur të diferencojë se të fuqishme në lidhje me pozicionet apo postet të caktuara, bizneset që ato udhëheqin, kishte edhe gratë, të cilat janë pjesë e administratës shtetërore apo dhe që kanë dhe punë të thjeshta, të cilët vërtet shprehën mendime dhe feedback shumë pozitiv në lidhje me atë event, për energjinë që u transmetua, për figurat që folën dhe për fuqizimin që ato si thua i transmetuan në atë event. Tani kur themi fuqizim, ne nuk është se fuqizimi ndodh gjatë eventit realisht, por fjala që ne përçojmë, mundësia që japim, problematika që adresojmë dhe zëri që përçojmë, dhe lidhja që bëjnë gratë me njëra tjetrën mund të jetë suport shumë i madh për avancimin e tyre. Pastaj është networku, që është shumë i rëndësishëm, që duhet ta kuptojnë sepse pjesa më e madhe ose një pjesë e mirë nuk e kuptojnë që në këto klabe kur vihet dhe bën pjesë, ti nuk është se do shpenzosh atë kohën dhe e ke të humbur, por networku që ti merr aty mbrapsht, lidhjet që ti realizon me gra të fuqishme nga biznese, nga rrjete të ndryshme, të ndihmojnë ty për diçka tjetër nesër që ti mbas nuk e ke ditur fare që mund ta gjeja. Ky summit, i cili po ndodh për herë të parë, edhe është, nuk e di, më kapin shumë emocionet kur flas për fuqizimin e gruas, se kam shumë për zemër këtë tematik. Do të ndodh në 2 ditë dhe ata që po dëgjojnë tani Top Albania Radio, ndoshta janë kurioz të dinë se si do të zhvillohet ky summit në këto 2 ditë, cilët do të jenë panelet, temat që do të trajtohen, pastaj do kalojmë tek Klodi, duke qenë se është njëra nga panelistët dhe Zysha po ashtu. Pra temat që do trajtohen, pra a mund vi kushdo që ka dëshirë të bashkohet këtij samiti apo klubit Global Women Diaspora, këto detaje të cilat mund të ndihmojnë dikë që po dëgjon tani dhe mund të jetë shumë kurioz në lidhje me këtë, por edhe unë se kam shumë dëshirë, se kam ide dhe dua të zhvillohet. Ne u bë që e kemi reflektuar në rrjetet sociale, do të thënë aty ku mund të marrin informacionin e parë, të futen te Global Women Club Diaspora, dhe të shikojnë se si ato mund të marrin pjesë nëpërmjet prerjes së një bilete online apo dhe numrit të kontaktit që ne kemi vendosur në dispozicion, duke u bërë pjesë si pjesëmarrës. Ndërkohë panelet që janë ndërtuar, temat që janë përzgjedhur janë bazuar gjithmonë për ato nevoja që ka më shumë për të transmetuar në shoqëri, duke i prekur të gjitha temat që janë sensitive dhe që vërtet transmetojnë diçka. Gjithashtu, panelistët janë përzgjedhur bazuar karrierës së tyre, kontributit të tyre, vlerave që ato transmetojnë në shoqëri. Kemi figura të ndryshme që përçojnë. Kemi shumë figura. Figura biznesi, figura nga politika, po ashtu edhe nga diaspora, që janë gratë të cilat organizimi më i vështirë, domethënë pjesa më e vështirë e organizimit ka qenë koordinimi me diasporën, sepse ato kanë, le të themi, mënyrë funksionimi ndryshe nga ne. Nëse ne kemi pak më të shpejt kohën e reagimit ose më të shkurtër për kur dërgojmë një ftesë dhe kur ndërtojmë këto panelet, ato e kanë pak më të gjatë planifikimin dhe vërtet kanë përzgjedhur që të jenë pjesë të këtij samiti njerëz të rëndësishëm të ambasadave të ndryshme, të shteteve të ndryshme, siç është Atina, Malizi, Zvicra, Kosova, Shqipëria gjithashtu se bëhet këtu e tjerë. Dhe pastaj kjo është dhe një vizioni është që të zhvillohet. Vizioni që të zhvillohet dhe pas summitit këtu ne do kalojmë në përvendet e tjera që kemi planifikuar se zysha dhe idis se kemi. Pastaj do transferohet summiti në vende të ndryshme diasporës. Summiti i radhës pastaj që bëhet është në Londër, por është i Global Women Club, që është i përgjithshme. Pra, ne summitin e mbyllim këtu, që është për diasporën, duke vijuar pastaj vitin tjetër. Por pas summitit të diasporës ne kemi plane për të bërë eventet e radhës që do jenë sërish në diasporë, për të bërë bashkë ato pjesën tjetër të trevave që ende nuk kemi arritur të prekim që nga momenti që u lançuam si Global Women Club Diaspora. Shumë interesante. Që janë Londra, që janë është Gjermania, Italia, Gjermania e prekëm, po janë këto vende të tjera, vendet e pjesës. Duam të shkojmë në çdo vend që t'i bëjmë bashkë, që t'i ftojmë dhe të jenë pjesë e Global Women Club Diaspora. Të gjithë gratë e trevave shqiptare. Në Amerikë, Leila. Po në Amerikë, në New York, në Kaliforni. E kemi në plan shumë shpejt. Se Lein e kemi Goca Amerike. Dhe jam duke ju dëgjuar me shumë pasione, sepse është gjë shumë e bukur që të bëni gjithë së bashku dhe të krijoni mundësi të reja. Dhe Lei po ashtu është vajza e një business woman të suksesshme në Amerikë, kështu që është shumë interesante kjo. Kështu që po i dëgjoj me shumë pasion. Dhe kemi pasur shumë gratë
që kanë emër që jetojnë në Amerikë, që mua më kanë kontaktuar dhe më kanë thënë Nora si do ta bëjmë që të vijmë të japim ne kontributin ton, i kam treguar rrugën dhe jemi ende në pritjen, asgjë nuk është mbyllur nga ato që na përbëjnë kërkesë ofertën dhe prandaj ne u ndjem shumë mirë që sot po realizojmë këtë bashkë, pra kemi akoma gati 1 javë gjysmë kohë derisa të mbyllim të gjitha gjërat që të bëhen të gjithë pjesë e këtij eventi të parë. E rëndësishme është që ne do ta bëjmë eventin dhe jemi shumë besim plota që do realizojmë një pritshmëri shumë të lartë. Nuk ka qenë e thjeshtë, siç tha Nerajda, për arsye se në 15 aktivitete që kemi bërë nga fillimi kur u krijua dhe u ideua deri në ditën e sotme, mund t'ju them pa frikë që kemi hecur si të hecësh mbi borë. Por kemi kuptuar që në fund kemi shkrirë zëmrat, kemi qartësuar mendimin, kemi hapur vizionin, kemi përmalluar njerëzit dhe kemi kuptuar që të gjithë na kanë ftuar që mbas summitit të vazhdojmë fazën e dytë, fazën e nevojës për të prekur idetë që do dalin nga summiti, për të promovuar vështirësitë që kanë kaluar gratë, se është shumë e rëndësishme që duhen vlerësuar, për të kërkuar ndihma nga shtetet e ndryshme për fuqizimin e tyre në vijimsinë e tyre, për të krijuar këto klubet e për të futur një koncept të ri. Deri dje, gjithmonë bota është parë bota emocionale grave dhe bota e fuqishme e biznesit të burrave. Tashmë ne po ndryshojmë rrjedhjen e ngjarjes, po i bëjmë burrat dhe gratë bashk, që do të thotë edhe një grua është po aq potenciale për të arritur negociata, për të bërë kërkime, ne kemi parë dhe për të zhvilluar biznese të suksesshëm. Shqiptare që sot botën po e lëvizin në drejtim të shumë niveleve. Kemi publicitet. Dhe kemi publicitet. Dhe kemi publicitet për të vijuar sepse është pjesë e biznesit dhe ne e kuptojmë shumë mirë këtë gjë. Ka energji shumë të mirë këtu në radio. Po fluturoj koha. Po fluturon koha, po flasim për gratë të cilat bëhen bashkë me Global Women Diaspora. Janë gratë të cilat krijojnë lidhjet e tyre, zhvillohen nga ana personale por edhe profesionale, kështu që ky summit që do të vinë në 25 dhe 26 prill ju jep mundësinë edhe ju të bëheni pjesë për të marrë qoftë edhe eksperiencën që mund të keni aty. Ne presim këtë datë, por dua ta pyes pak Claudin, duke qenë që ka shumë eksperiencë pjesë e Global Women. Çfarë do t'i thojë një gruaje që heziton të jetë pjesë e një aktivitet të tillë? Në çfarë vendi mund të takoj këto gra kaq të mira, kaq të bukura, përveç se këtij summiti? Ku? Kështu që patjetër duhet të jenë një që mund të ketë për shembull frikë ose siguri. Unë mendoj që nëse do vi aty do ta kuptoj që frika nuk do jetë më pjesë e saj. Sepse do marri energjinë kështu fluturim thi, ma besoni këtë që po them. Kështu që gjitha këto zonja bashk në asnjë vend nuk mund t'i gjesh. Ti nuk mund të marrësh kur eksperiencën e këtyre sikur të paguash paratë e gjithë botës, ma besoni këtë. Sepse asnjëra nga ne nuk ka kohë takohet tek për tek në gjithë secilin, dhe ti nuk mundesh. Atëherë, unë ju bëj thirrje. Hajdeni, provojeni, shkruani ato përshtypjet e bukura, ka i libri përshtypjeve që do jetë aty, dhe ma besoni që kur dini nga aty, do thoni, unë nuk do rresht më se qenë pjesë jo e summitit, po e çdo eventi që do bëj Global Women, se normalisht ne kemi dhe Global Women, po kemi dhe Global Women që kemi tani diaspora. Klodi, duke qenë se ti do të jesh një nga panelistët, jam shumë kurioze të di se cila do të jetë tematikat që ti do të prekësh. Me thënë drejtën, me sa di, çfarë ka marrë vesh vetëm një fjalim, ka thënë Linda, është pjesë e kulturës që unë e dashuroj. Po, që e përfaqëson më së miri. Pjesën e koleksioneve, domethënë të traditës. Unë është era parë që e them, shumë shpejt na kala hapet hoteli. Castle Hotel Boutique, që do jetë një butik që nuk është parë ndonjëherë, pa besoni. Do flenë njerëzit që do jenë aty, do flenë histori, do jetë një mini muze, shumë i bukur, i shumë kuruar dhe me shumë dashuri të madhe. Kështu që pjesa e panelit pjesa e panelit ka të bëjë me historinë e Tiranës. Është gjë e rrallë, sinqerisht. Është punu për shumë muj, dhe kur të hyni brenda do ta kuptoni që me vërtet është kjo që u them. Ka histori, po. Tani do dalim pak te sfidat, Ida. Besoj që keni pasur edhe vështirësi në realizimin e këtij summiti. Një nga këto vështirësi e prekëm që ishte pjesa e organizimit me zonjat edhe me të gjithë ata që do të vinë nga diaspora, po besoj që ka pasur edhe të tjera gjëra.
Shiko, le të themi vështirësia më e madhe ka qenë koordinimi ndërkombëtar, po flasim pra përtej Shqipërisë, sepse duhet bësh bashk të gjithë njerëzit në kohën e dur, në momentin e dur. Duhet të bisedosh dhe të bësh bashkë dhe për panele dhe për temat që do flasin, që realisht në fokusin tonë dhe në atë qëllimi që kemi, vërtet të dali dhe të transmetohet ajo që ne duam. Pra, pjesë shumë e rëndësishme e këtij organizimi janë dhe detajet që e bëjnë shumë, le të themi, shumë të bukur organizimin, që ne absolutisht nuk ta bëjmë vetëm. Kemi marrë suportues për këtë, mbështetës, dhe këtu dua të falenderoj shumë një vajzë e cila si në mbrëmje gala që u bë për vitin e ri, që dhe ju ishit pjesë dhe pat, ashtu dhe në këtë summit, ajo është bërë bashkë me ne, step by step, hap pas hapi, duke edhe na duruar në orët e vona, që ne flasim dhe bëjmë këto ndryshimet e momentit të fundit që na pëlqen kjo, se i heqim këto, vendosim këto, siç janë këto organizime, do të thënë që bën, që është Jerina Lala. E falenderojmë shumë, e kemi shumë xhan dhe vërtet është një shembull i le të themi i atyre grave që ne duam në klubin ton, që mbështet gruan, dhe është duke mbështetur shumë fuqishëm summitin bashkë me ne. Dhe Jeri e ka të sajën këtë, jo vetëm profesion, po edhe në karakter. Kështu që është goxha lajmi mirë ky, sepse e dim tashmë, unë dhe Lej kemi qenë prezente në fakt në një nga aktivitetet, kështu që e dim edhe përgjigjet. Çfarë do të ishte për ju një sukses i vërtet në përfundim të këtij summiti? Pra do të kemi përfundimin dhe teksa uleni që të bëni të gjitha kalkulimet e qëllimeve. Cili do të ishte suksesi? Summiti nuk mbyllet vetëm thjesht me dy ditët e tija që lidhen me panelet e ndryshme, me bisedat, me dhënien e mendimeve, me rrahjen dhe me diskutimin dhe me debate, ku aty do ketë edhe një panel që unë do ta drejtoj që lidhet me të gjithë kandidatët e ri që si vjet kanë vendosur të bëjnë garë, sepse ne po ta shikoni summitin na ka është futur në mes të fushatës elektorale dhe pikërisht kjo është një 2 ditësh pushimi për të reflektuar fort të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e vijimit të garës dhe për t'i thënë edhe qytetarëve atë çfarë mendojnë. Është një mënyrë që duke ardhur aty do kenë mundësi që të marrin dhe mendime që ndoshta në qasjen e tyre nuk i kanë shumë të qarta, po në fund do ketë edhe një mbrëmje gala, e cila do të përfundoj me vlerësimin e të gjithë atyre që na kanë frymzuar. Teksa flisnim, kuptojmë që jemi një ekip vajzash dhe grash, të cilat besojnë shumë ke njëra tjetrën dhe ndoshta është rasti i parë që tregohet që gratë dhe vajzat kur bëhen bashk nuk ka gjë që i ndan. Fakti që ju na hapë derën si të parat për ta promovuar këtë aktivitet, me këtë dashuri që shprehni, me sytë që ju shkëlqejnë dhe me dëshirën sikur jeni dhe ju pjesë e summitit, tregon që neve hapin e parë kemi bërë të suksesshëm, që do të thotë, nëse ti hapin e bën të suksesshëm, fundi është pa diskutim i realizuar. Natyrisht do ketë dhe shumë gjëra për të diskutuar, për të reflektuar, por unë mendoj ka shumë rëndësi nisja, ka shumë rëndësi fryma që do përshkruajmë, ka shumë rëndësi energjia që do transmetojmë, ka shumë rëndësi për të kuptuar që nëse ti do të sfidosh kohën, luftën të gjithë e kemi me kohën, duhet të bëhemi bashkë, pa çka si kemi mosha të ndryshme apo eksperienca të ndryshme, siç tha Klodi, apo siç tha Nerajda, të cilat në një formë apo në një tjetër, në puzzle-in e plot të tyre japin imazhin e plot të forcës së dëshirës për të realizuar objektivat. Prandaj dhe ai libri që do jetë libër i mendimeve dhe i kujtimeve dhe i përshtypjeve. Dhe diskutimi më pas do bëj reflektimin që summiti i dytë të jetë summiti i Global Women Diaspora, si vlerë reale e përgatitjes së Shqipërisë për të qenë pjesë e familjes europiane, duke krijuar edhe atë që quhet produkti Made in Albania, apo duke krijuar dhe mundësinë e tregjeve për transport, për suport, jo vetëm të produkteve, po dhe të mendimeve. Në fund të ditës, tregu i mendimit është tregu më i rëndësishëm, se nëse ti mendon bukur dhe dëshiron të realizosh të ëndër, atëre kufin tashmë janë bërë të thjesht për të kaluar. Problemi është si do të realizosh këtë qëllim dhe çfarë do të realizosh. Ndaj besoj që summiti do të jetë një aktivitet që do mbahet gjatë mend në kujtesë, jo vetëm të grave, po dhe të burrave, jo vetëm të djemve,
po edhe të vajzave, jo vetëm të moshuarve, pra të moshës tretë, të cilët dhe ata do jenë pjesë aty për treguar sa e rëndësishme është vlera e punës si ata kanë transmetuar ndër breza, po. Për transmetimin ndër breza të vlerave që më pas Klodi do t'i tregoj kë kultura trashëgimia, për të kuptuar që ne jemi ata që dëshirojmë të jemi, që kemi objekt për të realizuar jetën tonë në vendin ton apo në vende të tjera, por që e duam shumë rrënjën ton që është gjuha shqipe që na bën bashk dhe mendimi ynë për treguar që jemi europian në rrënjë dhe për treguar që standardet dhe cilësinë gratë që janë të forta din t'i bëjnë bukur dhe ti t'i bëj dhe me elegancë. Aty do shikoj dhe eleganca e gruas pra, në gjithë flasim formën e shqip saj. Në gjuhën e suksesit, Klodi? Unë do të thoja në fakt dy momente që për mua janë shumë të rëndësishme. Ky summit ka zvogluar botën për mendimin tim, sepse ti ke gjithë botën në një sallë. Dhe më thënë kultura ndryshme, përfaqësi të ndryshme, po. Dhe e dyta që për mua është shumë e rëndësishme, ju jeni një augur shumë i mirë. Unë e shikoj këtë summit si fillimin e një kështjelle, sepse për mua kjo pamje është tani vizuale, dhe nëse ti bazamentin, nëse ti themelet i hedh në mënyrën më të bukur dhe më të mirë, ma besoj që kjo kështjellë nuk do ketë kur, pra do jetë infinit në vite, sepse unë e di që energjia që ne kemi dhe energjia që ato njerëz që na drejtojnë kanë, patjetër që do shtrihet shumë për shumë vite në kohë. Me pak fjalë, gjatë 2 ditëve do të kemi panele shumë interesante, të cilët do të ndajnë eksperiencën e tyre, pastaj konkludimi me një mbrëmje galaj që do të ketë argëtim pafund, edhe le të themi kontakte, duke shkëmbyer numra telefoni dhe ide me të gjithë pjesëmarrësit që do të jenë aty. Pra, mund të jetë ndoshta edhe për dikë që vjen për herë të parë një histori e nisjes nga diku. Pra, edhe për ne që mund të jemi ndoshta thjesht me një ide në kokë, mund të kemi nisje në një suksesin biznes atë natë apo jo. Kështu që doja pikërisht këtu doja të ndalesh edhe tek ndonjë histori e vërtet të suksesit, e cila është konkluduar fal Global Woman. Po, në takimet që kemi bërë për të ftuar për të marrë pjesë gra që menaxhojnë biznese shqiptare, por jo vetëm gra dhe burra që vinë në suport dhe në mbështetje të gruas shqiptare, pra në këtë summit. Njëra që më ka bërë shumë përshtypje, tha unë kisha dëgjuar kurrë këtë. Dhe vetëm thjesht me atë që unë i tregova, pra çfarë do ndodhi, çfarë do bëhet, si mund të përfitosh, si ti je pjesë, si të vish dhe të tregosh rrugtimin tënd. Po, sepse ti ke ndërtuar një biznes, një rjet biznesi në Zvicër, dhe normalisht tregon që ne jemi të suksesshëm dhe në vende të tjera. Pra, ajo që unë dua, pse dua që të vish, është që të tregosh që ne nuk na ndajnë më kufijt. Dhe prandaj dhe vendosëm që të jemi diaspora, që këto gra apo këto biznese shqiptare të vinë dhe t'i bëjmë bashkë dhe të tregojnë këtë rrugtimin e tyre me sfida dhe suksese dhe të bëjnë shembull frymëzimi për ato gra të tjera të cilat duan të ndërmarrin një hap, janë në çerek të hapit të tyre, të frymëzohen nga historitë e ndryshme, por vetëm duke marrë pjesë në këtë klub mund edhe që të avancojnë të shkojnë përpara. Të gjitha historitë që do dëgjohen aty në këtë summit janë frymëzuese, me të gjitha vështirësitë dhe pa filtra, sepse jo çdo gjë mund të shkojë vaj. Historitë janë shumë frymëzuese në klubin ton. Pra jo vetëm atë e di se kam qenë, e dëshmoj. Që kur është themeluar besoj për herë të parë deri tani, ajo që i bën bashkë është vërtet që gratë tek ne marrin mikrofonin dhe tregojnë historinë e tyre, bën shembull frymëzimi. Dhe nuk ka më mirë se sa një grua në këtë formë mbështet një grua tjetër. Pra i jep pastaj një dorë duke treguar historinë e vet dhe duke frymëzuar në rast. Ka qenë shumë e bukur. Patjetër që po. Ka qenë shumë e bukur dhe ida e mban më shumë mirë takimin në Greqi, kur normalisht kishte edhe njerëz shumë skeptik se duhet i themi cilat janë vështirësitë. Ka dhe po. Kemi momente kur gratë edhe stepen, se natyrisht gratë janë nikoqëret e shtëpisë dhe gjithmonë janë të kujdesshme në çdo gjë që duan të bëjnë, qoftë edhe në investimin apo dhe në përfitimin e gjës, dhe ajo që na bëri përshtypje në fund pasi u lodhëm pafund, donim të krijonin frymën, t'i bënim bashkë, vinin nga mentalitete të ndryshme, nga pozicione të ndryshme, në fund vendosëm që secila nga ato të na shprehte nëpërmjet një postimi të vogël, siç era ato kur pin kafen që ke një kështu një dedikim, një bilet, sa bileta, se ishte qelloj që ishte një ditë pas ditës verës, dhe i bëm një kështu urim mesazhi, duke qenë se ne festojmë dhe është pjesë dhe traditës tyre normalisht, dhe i bëm një urim bashkë me ato veroret që ja kishim lidhur bashkë. Dhe i tham që po pas këtyre na shkruani përshtypjen tuaj,
për të parë se si ato do ndjeshin në Se si këtë mund jetë, po. event. Dhe po të lexoni ke ajo Instagram që vjen Instagrami postuar ynë, ato. apo ke website-i, ju do maniteni nga Vërtet fjalë shumë të bukura. fjalët e sinqerta, të vërteta dhe nga gjendja që edhe po t'ja u them unë, nuk mund ta interpretoj dhe nuk mund ta përcjell aq bukur sa emocion më lan ato gratë të cilat për te faktit që mbas debatit, diskutimit, se ne mbyllim gjithmonë me një këngë, me një valle, me një rrëfim, me një ngritje shpirtërore, ato kuptuan që për to ajo ditë ishte një ditë komplet ndryshe. Se në fillim menduan mos Me energji të mirë. me energji të mirë, se në fillim Do fillim menduan na shikoni kështu, jo, për çfarë po vinë, se është ajo ideja që për çfarë se nuk e din konceptin realisht. Dhe ishte për herë të parë, prezantohej për herë të parë në Athinë, pra në gjuhën shqipe. Dhe kjo është ajo që ne themi gjithmonë që nuk duhet paragjykuar. Hajde, shikoje, provoje dhe jam e sigurt që Në mënyra se si do të ndihesh tregon shumë Po, për sepse këtë klub, për këtë klub. Sepse ishte edhe kjo situatë, pasi ju e dini shumë mirë që kaq komedie ka folur për diasporën, thanë, po vinë edhe këto për të marrë ndonjë mendim për votën, ndërkohë që ne nuk kishim fare. Me që tjetër gjë. Me që jemi te kjo temë, Klodi, nëse do ktheheshe në kohë përpara se ti të ishe pjesë goxha e rëndësishme e Global Women. Çfarë do t'i thoje vetes tënde? Ke pasur ti nga këto dilema në fillim? Asnjëherë. Sinqerisht. Unë ke qenë all in që në fillim. Do të shpjegoj një moment. Më merr Sabi Osmani, ka qenë të rresh në atë kohë e Global Womanit. E njifja nga një miku Joni Përbashkët, i kisha takuar vetëm një herë. Më merr në telefon dhe më thotë, "Ne Toptani, unë dëshiroj që ju të jeni guest e ftuar." Sinqerisht përgjigjja ime ishte po. Ishte po. Patjetër unë kisha parë si vin, kisha parë gjëra se si kishte evolu gjëja, dhe po të them që kam bërë gjën më të mirë, kam njohur njerëz të jashtëzakonshëm, se nuk ka lidhje vetëm me frymëzimin, se ne themi frymëzimi. Janë edhe njohje zemre. Aty ndahen besoj apo jo. Aq shumë gjëra bashk, po aq shumë gjëra që ne japim dhe marrim, sa ju nuk e keni idenë. Neve kemi një jetë të vrrullshme. Vrapojmë gjithë për të kap ritmin, për të vrapu, dikush ke shtëpia, dikush ke kalamaj, dikush ke puna. Unë mendoj që ai është dhe një moment relaksi për ne. Për mua po. Unë ulem aty, dëgjoj, frymëzohem patjetër, por e marr edhe si një e ke kur ti shkon për shkak në një kishë në një xhami që ti ke atë ushimin të shpirtëror, ai është ushim tjetër, patjetër, por ky është një ushim ndryshe. Sepse unë një nga gjërat që dashuroj në jetë është marrëdhënia me njerëzit. Unë nuk jetoj dot vetëm, domethënë një nga gjërat që mua më të merron është vetmia. Dhe aty ti kupton se çfarë do të thotë, ti je pjesë e atij komuniteti, po që të duan, nuk je rastësisht. Ma besoni, nëse do hyni aty, do të duan, do ta ndjeni dashurinë që ato njerëz kanë për njëri tjetrin. Gjithashtu Global Women Club ka edhe si fokus kryesor, le të themi, jo vetëm fuqizimin e gruas nëpërmjet këtij samiti apo të gjithë organizimeve që bëjnë, por ka fokus edhe promovimin e grave të suksesshme. Këtë e bën nëpërmjet një reviste shumë interesante e cila quhet Global Women Magazine, edhe të gjitha gratë të cilat kanë historitë e tyre për treguar e bëjnë edhe aty. Kështu që është, le të themi, një komunitet, dua ta quaj kështu, jo lokal, por global, i cili bashkon gratë me një qëllim të vetëm, për të marrë energji të mirë, për të folur nëpërmjet suksesit në Shqip dhe për të krijuar edhe jashtë kufive të Shqipërisë të gjitha ato linjat apo lidhjet që mund të kemi ne për zhvillimin e biznesit. Faleminderit shumë. Ishte shumë e këndshme kjo puntat sot. Më vjen mirë që u bëm bashkë për të ndarë këtë eksperiencë dhe këtë eveniment kaq të rëndësishëm që do të ndodhë në 25 dhe 26 prill Global Women Diaspora Summit. Faleminderit shumë. Ne mbyllim këtu këtë pjesë të parë të programit dhe do dëgjohemi pas edicionit informativ të orës 19.